Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar ashpër ndaj situatës së përmbytjeve në vend, duke akuzuar qeverinë dhe kryeministrin Edi Rama për indiferencë dhe tallje cinike përmes emergjencave. Ai deklaroi se 10 mijëra qytetar kanë banesa dhe biznese të përmbytura, ndërsa qeveria sipas tij refuzon të shpallë gjendjen e fatkeqësisë natyrore. Berisha theksoi se përkeqësimi i situatës lidhet edhe me mosfunksionimin e kanalizimeve dhe hidrovorëve, duke përmendur rastet konkrete në Durrës, Porto Romano dhe Hamallaj. Ai ngriti shqetësim të veçantë edhe për zonën e Novoselës. Çdo lloj standardi që në kushte kur mira banesa, 10 mijëra qytetar kanë shtëpitë e tyre të përmbytura, kanë bizneset e tyre të përmbytura, kanë jetën e tyre të kërcënuar. Qeveria, narkoqeveria, jo vetëm që nuk vendos gjendjen e fatkeqësisë natyrore, e cila detyron ta shtuquiturin shtet të mobilizojë të gjitha burimet për të ndihmuar, për të shpëtuar, për të nxjerrë nga rreziku banorët e zonave të kërcënuara, të përmbytura, por shondje një tallje cinike në cilën pretendon se opozita po e akuzon për përmbytjet në Greqi dhe në Itali, një fantazi e smure, një fantazisti të sfazuar, njeriu i cili tani po përjeton në të merri çdo natë për shkak të krimeve që janë të tij të bëra evidente. Por unë prap do ndalem edhe një herë tek zonat e përmbytura. Durrësi është përmbytur pa diskutim se rreshjet e mëdha janë shkaku themelor, por ajo që e favorizoi në mënyrë të jashtëzakonshme, të paprecedent, është gjendja katastrofale e kanalizimeve dhe funksionimit të hidrovorëve, ati të Porto Romanos dhe ati të Shkallnurit. Më falni, jo të Shkallnurit, por të zonës sipër bishtit të Pallës, e cila mbron të gjitha atë ulësirë. Pra, këto dy hidrovorë, i pari ka disa porta që nuk i funksionojnë, të paktën gjysmë e portave të Porto Romanos nuk funksionojnë, nuk evakuojnë, kurse hidrovori i Hamallës i ka pompat e djegura. Përveç kësaj, kanalizimet janë bllokuar me ndërtime të tjera ose nuk janë pastruar. Berisha u ka bërë thirrje qytetarëve të rrezikuar të evakuohen sa më shpejt dhe të tregojnë kujdes maksimal. Ai akuzoi qeverinë për mungesë totale në terren dhe për shmangje të përgjegjësisë në një situatë emergjente.